Gjithmonë e më shumë, po afrojnë emocionet e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Ky është derbi më i madh i Ballkanit dhe e gjithë Europa do të jetë me syt nga ndeshja e kombëtares tonë. Kjo përballje do të zhvillohet në arenën kombëtare dhe do të jetë si një finale për kuqezinjt, ku në rast fitore rriten së tepërmi shanset tona për të marrë vendin e dytë në grupin kualifikues të botrorit. Ndërkohë në ditën e sotme ka ardhur një lajm i keq për Shqipërinë. FIFA ka gjobitur Federatën Shqiptare të Futbollit për sjellje diskriminuese të tifozëve shqiptar gjatë ndeshjes kualifikuese për botrorin 2026 ndaj Andorrës, e zhvilluar në stadionin Arena Kombëtare me 24 mars 2025. Komisioni disiplinor i FIFA-s e konsideron të papranueshme sjelljen e tifozëve dhe ka vendosur një gjob për 20.000 franga zvicerane ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit, si edhe mbylljen e të paktën 20% të stadiumit në ndeshjen e radhës së Shqipërisë në kompeticionet e FIFA-s, me prioritet në tribunat pasportave. Sipas vendimit të dhënë nga FIFA, ky 20% mund të mbushet me grupe të komunitetit ose organizata kundër diskriminimit, me miratim paraprak nga Qeveria Botërore e Futbollit. Gjithashtu, brenda 6 muajve, Federata Shqiptare e Futbollit duhet të hartojë dhe të paraqesë një plan të përmirësuar kundër diskriminimit që duhet të miratohet nga FIFA. Pra në ndeshje kundër Serbisë, do të kemi një mbyllje të 20% të stadiumit në tribunat pasporte. Kjo tribun pritet që të mbushet me organizata kundër diskriminimit, që sigurisht nuk do të krijojnë të njëjtën atmosferë që ne jemi mësuar të shohim zakonisht që të na vijë prej ande nga TKZ, e cila është një tifozëri e flakt dhe ka treguar këtë prej vitesh. Gjithashtu mbetet të shihet edhe vendimi përfundimtar se ku do të zhvillohet ndeshja me Serbinë, pavarësisht se UEFA e ka zyrtarizuar si stadium Arenën Kombëtare, por stadiumi edhe mund të ndryshohet në vazhdimsi. Emocionet janë të mëdha, por edhe frika nga tensionet gjithashtu, që mund të pengonte ëndrrat e Shqipërisë për të kualifikuar për herë të parë në botëror.